Shqipërinë normalisht e prek pak më shumë kjo deklarat, pasi dihet shumë mirë botërisht që Shqipëria strehon opozitën iraniane këtu dhe normalisht mund t'jetë një objekt sulmi. Ndërkohë që ne me Iranin kemi edhe një histori, kemi larguar ambasadën prej disa vitesh, ndërkohë që jemi sulmuar dhe kanë synuar të shkatrojnë komplet infrastrukturën kritike të shtetit shqiptar, një vend i NATO-s. Unë mendoj që kjo deklarat nga institucionet e shtetit shqiptar, por dhe nga njerëzit që kanë për detyrë të merren me sigurinë, patjetër që merret seriozisht dhe janë marrë seriozisht. Shqipëria e bazon si vend antar i NATO-s sigurinë në dy shtylla. Shtylla parë është parandalimi, që realisht këtu luajnë një rol shumë të rëndësishëm shërbimet sekrete, shërbimi informativ shtetëror, por dhe Agjencia e Inteligjencës, Sigurisë dhe Mbrojtjes ushtarake. Të dyja këto struktura realisht bashkëpunojnë dhe me strukturat partnere, me CIA, me MI6, me Mossadin izraelit, ndërkohë që japin dhe marrin informacione sensitive në kohë reale për sa i përket sulmeve terroriste apo këtyre grupeve që realisht tentojnë të destabilizojnë apo të kryen sulme, siç është rasti edhe i vendit tonë Shqipëri. Pra, shtylla parë është parandalimi. Shtylla dytë mbetet tek reagimi nëse larg qoftë do të ndodhi një sulm i tillë. Dakor, si protokoll, to janë thjesht njoftime parandaluese apo ka informacione? Tani nuk po thash për rastin konkret, po flas në përgjithësi. Normalisht në fushën e sigurisë funksionon. Një mesazh bëhet thjesht për parandaluar? Normalisht një mesazh ndodh edhe për të parandaluar, por edhe kur ka informacione. Për shembull, për të parandaluar është më mirë që ti ta mbivlerësosh një situatë për sa i përket rrezikut, se sa ta nënvlerësosh. Për shembull, në gjuhën e mbrojtjes personaliteteve ka një kërcënim jo i ndodhur quhet kërcënim. Një kërcënim i ndodhur quhet atentat. Pra ti do të marrësh masa që çdo kërcënim mos kthehet atentat. Atëherë si do marrësh masa duke e bërë atë shqetësim real dhe duke vendosur në pozita pune dhe shkëmbimi informacioni apo dhe trajnimi i forcat e sigurisë. Në këtë pikë tek parandalimi thash janë shërbimet sekrete. Tek reagimi mbeten strukturat e sigurisë, siç është policia e shtetit, antiterrori, janë forcat speciale të policisë, por janë dhe forcat armatosura, forcat speciale të ushtrisë. Forcat speciale ku ti ke qenë pjesë. Jeni trajnuar, besoj, edhe për pa dhënë detaje, nuk ka problem se do të ato janë detaje sekrete, pra janë trajnuar forcat e ushtrisë edhe për raste të tilla. Apo trajnohen vazhdimisht për raste të tilla. Forcat speciale të policisë, bashkëpunim dhe me forcat speciale të ushtrisë ku unë kam marrë pjesë, ne kemi bërë disa stërvitjet përbashkëta me qëllim situatat e menaxhimit të shërimit pengjeve apo luftimit të grupeve terroriste, ndërkohë që të gjitha këto janë bërë me mbështetjen e forcave speciale amerikane, por dhe të shërbimeve sekrete të vendeve partnere. Edhe këto i kanë speciale të ushtrisë janë përgatitura për Këto i kanë paraprirë, këto lloj stërvitjesh i kanë paraprirë sulmeve që ndodhen që në 2014 në Charlie Hebdo apo në vende të tjera të Evropës që realisht patën probleme me grupe terroriste dhe normalisht Shqipëria pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë në atë kohë vendosi disa objektiva, stërvitje të përbashkëta, edhe kjo është një gjë shumë e mirë, pasi institucionet shqiptare japin dhe marrin informacion, por dhe bëjnë stërvitje të përbashkëta. Dhe Shqipëria e ka gjithë kapacitetin e nevojshëm, qoftë për parandalimin, që janë shërbime sekrete tona, të dyja, edhe të ushtrisë edhe të policisë, që realisht bashkëpunojnë dhe bëjnë trajnimet përbashkëta dhe stërvitjet përbashkëta me partnerët, por edhe forcat e sigurisë, qoftë policia e shtetit, qoftë forcat armatosura, kanë eksperiencën e dur për të reaguar larg qoftë në rast një situate. A jemi realisht edhe nisë të rrezikuar ne, përveç këtij mesazhi? Fakti që Irani aktualisht është i dëshpëruar dhe po sulmon dhe ideja apo qëllimi i tij i sulmeve kundrejt vendeve të lindjes mesme apo vendeve të tjera që realisht mbështesin Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin mbetet një qëllim kryesor për të dhënë atë impaktin negativ. Pra, të gjithë vendet që mbështesin Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin mund sulmohen dhe ne jemi si vend jemi më të ekspozuar ndaj këtij rreziku për shkak të strehimit të opozitës iraniane. Por, thash, ne edhe në momentin kur Shqipëria ka vendosur që t'i strehojë
iraniane në Shqipëri, ka bërë disa llogaritje për sa i përket rëndësisë të ruajtjes dhe sigurisë kombëtare në Shqipëri, qoftë kjo nga policia e shtetit, qoftë nga forcat armatosura, nga shërbimet sekrete, por edhe bashkëpunimi dhe ndihma që merr nga partnerët ndërkombëtar për sa i përket mbrojtjes dhe sigurisë. Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe normalisht ne japim e marrim informacion me NATO-n, ndërkohë që nuk mbetet asgjë e pavlerësuar për sa i përket cenimit të sigurisë. Dhe iranianët patjetër që janë një pikë e nxehtë aktualisht në Shqipëri, por Shqipëria i ka gjitha mundësitë, institucionet tona, realisht punojnë çdo ditë, kemi njerëz profesionistë, të thoya unë, qoftë në policinë e shtetit, qoftë në forcat armatosura, në shërbimet sekrete tona, realisht kanë njerëz që duan vendin, e duan sigurinë dhe kanë dhe vizionin e duhur, kanë trajnimet e duhura që realisht i bëjnë ballë çdo lloj informacioni, por edhe çdo lloj sulmi. A duhet rritur niveli i alertit si në forcat armatosura si në polici, në njësitë antiterror, apo është ngritur niveli në informacionistike? Në eksperiencën time që unë kam, edhe gjatë trajnimeve që ne kemi bërë shpesh me forcat speciale të shërbimet sekrete. Niveli i gatishmërisë. Niveli i gatishmërisë nuk është kurrë i tepërt, por kërkon dhe trajnim. Për shembull. Jo, a duhet rritur, jo, duhet të jenë më shumë në gatishmëria 3, duhet shkojnë 4 nivele. Kemi pasur vende në Evropë shumë të forta, qoftë në policinë e shtetit, qoftë shërbimet sekrete, qoftë forcat armatosura, që për herë të parë për shembull, në 2014, 2015, 2016, Franca, Belgjika dhe disa vende të tjera futën ushtrinë për të menaxhuar sigurinë dhe për të forcuar atë lloj psikologjie, do thoja unë, të popullsisë për sa i përket frikës sulmeve terroriste. Dhe në Shqipëri, nëse ne do të marrim parasysh, tu nuk ka vend për panik, strukturat tona të sigurisë i kanë gjitha kapacitetet që realisht të sigurojnë vendin, të sigurojnë popullin e tyre, të sigurojnë ambientet, por edhe të parandalojnë, por edhe të reagojnë në rast një situate. Situata duhet menaxhuar me kujdes, patjetër, duhet një lloj rritje gatishmërisë. Rritja gatishmërisë kërkon forca shtesë, kërkon një lloj lodhje tek strukturat e sigurisë, por kërkon dhe armë dhe pajisje të tjera për sa i përket asaj përditshmërisë që ne shohim te strukturat e sigurisë. Për shembull, nëse do shikojmë në aeroportet gjithë dhe në Ankara, në momentin kur rriten shkallët e sigurisë, pra ne nuk shikojmë më punonjës policie me thjesht të pajisur me armatim brezi, armatim pistolet, por kemi pajisur me antiplum apo me armë gjata, kemi forca të ndërhyrjes shpejt, forcat speciale të cilat janë afër objekteve të rëndësisë dhe veçantë për t'ju kundërpërgjigjur apo për të siguruar atë lloj rreziku që mund t'i cënohet tyre institucioneve.